A është Struga qytet i banuar me shumicë maqedonase ashtu siç tha sot kryeministri Mickoski? Po tani po nisim për statistikat flasim që janë zyrtare, dihet që në komunën e Strugës jetojnë etni të ndryshme, jetojnë shumica shqiptare dhe mandej vinë ajo maqedone dhe të tjerët. Kjo ishte deklarata e kryeministrit, zotëri Qyra. Po, sa dëgjova Kalimthi deklaratën e kryeministrit, kishte të bëjë me disa komuna të përfshira në paket, jo vetëm për Strugën. Përmendje dhe Strugën, si shumicë të banuar me maqedonas. Si shumicë të banuara disa komuna, jo Strugën veçanti. Megjithatë dihet se statistikat e Strugës dhe unë nuk dua të komentoj atë se ata janë zyrtare.